që prej së premtes në Shqipëri ka nisur një valë 3 ditore të nxehtë me temperatura që arrin deri në 40 gradë Celsius. Vetëm nga e marta e javës ardhshme pritet një ulje e temperaturave në të gjithë territorin e vendit, e shoqëruar me shtim të vranësirave në juglindje, ku mund të ketë rrebesha fatshkurtra shiu. Siç bën me dije meteorologja Tanja Porja, moti do të vijojë të dominohet nga kthjellime, veçanërisht për gjatë vijës bregdetare. Temperaturat minimale do të zbresin në 17 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa në Bregdet nuk do të bien në 25 gradë Celsius. Vranësira do të jenë kalimtare në juglindje dhe më të qëndrueshme në zonat lindore. Vetëm në ditët e para të korrikut pritet një freskim i motit i shoqëruar me rënje prej rreth 3 gradësh të temperaturave. Vranësira do të ketë diellën dhe të hënën, por mundësia për reshje mbetet thuajse zero. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.